Kosova në mirë të kjerë të sugjerën. A i këmë javë shumë rrugën? Ati dhe sekretari shpensor. Po vazhdojmë natë. Apo lëvizim këtë bashkë, kur të në kryeministë. Instituti Albanëlegjik i Prishtinës është një institucion me rëndësi të veçantë për dijen, kulturën dhe kujtesën tonë kombëtare. Këtu tashmë janë duke u zhvilluar punimet emergjente për renovimin e kulmit dhe të ulluqeve të brendshme. Këto ndërhyrje kanë qenë të domosdoshme për shkak të dëmtimeve të shkaktuara nga rreshjet dhe për ta ndalur degradimin e kësaj ndërtese. Investimi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për këtë fazë është mbi 144.000 euro. E nga ndërhyrja emergjente po kalojmë tek restaurimi i plot. Me bashkëpunimin ndërmjet dy ministrive tona, po vendoset baza për trajtimin e plot të ndërtesës së Institutit Albanëlegjik si objekt në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Memorandumi parasheh zhvillimin dhe zbatimin e projektit për restaurimin e plot të tij. Për te aspektit fizik të ndërtesës, ky restaurim do të trajtoj edhe funksionalizimin e qëndrueshëm, edhe ekspozitën e përhershme etnografike dhe në veçanti muzealizimin e zyrës akademik profesor tashmë të ndjer Recep Qosja. Synimi ynë është i qartë, ta mbrojmë e ta restaurojmë me standardet më të mira dhe ta bëjmë sa më funksional si një institucion bashkohor për studiuesit, studentët dhe gjeneratat që vinë, me qenë se zhvillimi i gjuhës shqipe i ka shumë borxh pikërisht Institutit Albanëlegjik të Prishtinës. Urime të gjithëve e ju faleminderit.